Sonte do ta përfundojmë kompletimin e një apartamenti me emrin Meduza në Prishtinë. Të gjithë ju që nuk e keni përcjellur rrjedhën e këtij projekti, sonte do të keni mundësi të kuptoni se si kemi transformuar një apartament 2 dhomësh, pra një dhomë gjumi me një dhomë dite, në një apartament 3 dhomësh, duke i respektuar normat dhe standardet. Po fillojmë nga hyrja. Do e ndrojmë derën e hyrjes. Përcjelleni në një animacion të skicuar që ta kuptoni vazhdimsinë e punës. Vazhdojmë me punët në korridor, lyrjen e mureve, mveshjen e disa pjesëve të murit me tulla, të cilat, përpos dekorimit, do ta preventojnë zhytjen e murit nga fërkimi në frekuentim dhe njëherët do e zbukurojnë hapësirën sepse janë shumë dekorative. Mandej, vazhdoj me kompletimin me garderobën në hyrje e aty, përpos garderobës në mur, do të ketë pasqyrë. Rafte të mjaftueshme për këpucë, dollape shtesë, kamuflim të orës së rrymës dhe qasje të lehtë në të, varse për rroba dhe pjesa e uljes për veshmbathje. Më tutje, në pjesën shtesë të korridorit kemi pjesën e utilitit. Pjesa shtesë me varse për rroba, rafte, fshisë të rrymës, rafte përgjësende, pjesën me maqinë për larje dhe tharje rrobash, pjesa për dërasën e hekurosjes dhe hapësira përgjësende shtesë për mirëmbajtje të shtëpisë. Kur vjen puna tek dizajnimi apo më mirë ta quajmë ridizajnimin e një banjoje të vjetër, ajo është gjithsecili që kërkon është një ambient relaksues dhe qetësues për syrin, me tone natyrore. Trendet e këtij viti sipas dizajnuesve është një drejtim drejt elementeve ekologjike e me një dizajn të qëndrueshëm. Shumë njerëz harrojnë të shtojnë personalitetin në tualetin e tyne, të pas parasysh se sa shumë orë të jetës së tyne e shpenzojnë aty. Kjo ka kërkuar një renovim komplet të saj sepse ka qenë në gjendje shumë të lënë pas dore. Aty kemi bërë mveshjen e banjës me pllaka të reja qeramike, kemi larguar kadën të cilën e kemi zavendësuar me një tush kabin, kemi kamufluar edhe bojlerën bas derës me një dollap në të cilin e kemi instaluar edhe shportën për rroba dhe në vazhdimsi e kemi kompletuar tër banjon. Edhe pse e vogël, është mjaft komode. E në vazhdim, po u rikujtojmë të gjitha punët e bëra deri më tani. Dyshemeja, si kur thasha aty mrana kanë muje kjo lloj të pisoni,
për me përgatit për shëme të rej, laminat. Siguresa ka më bë automatik. Dyrt komplet demoluar. Rryma ku më bë instalimit e siguresat me siguresa automatik. Ka më ndru këtu. Kompania rrymës vendi i planifikon hormonat. Ky dollap hiqet. Bavaria fillon punët për së mbari. Fillojnë me demolimet derisa në anën tjetër, kompania Elektroinstal Bashkimi, sipas projektit, vendosin rrjetin e ri të instalimeve elektrike. Zhveshe dyshemia nga parketi dhe lirohet mundësia që kompania Bega të hap rrugët e reja të instalimeve të ujit dhe kanalizimit, tu i mundsue lidhjen e ujit të ngrohtë nga një bojler i banjës e deri në kuzhinë, e të mos shfrytëzohet edhe një bojler shtesë si ai më pashmi në kuzhinë, do të kursejnë më shumë energji. Këto punë të renovimeve janë të vështira dhe të mundimshme. Mirë po, kur ka një planifikim të mirë dinamik të punëve, e sidomos kur aty punon Bavaria me bashkëpunëtorët e saj, gjithçka shkon mirë dhe lehtë. Vazhdojnë trajtimet e mureve edhe plafonit. Në radhë është nivelizimi i dyshemes nga kompania e Knaufit. Fillojnë matjet me laser. Ky produkt i vetë nivelizimit ofron një zgjidhje të përhershme dhe vendimtare. Izolim të shkëlqyer të nxehtësisë, izolim optimal të zhurmës dhe kohë të tharjes shumë të shpejtë. Dera e vjetër po demolohet. Pjesa e hapjes së saj duhet adaptu për derën e re, të cilën do ta porosisim te Astra Design. Në Astra Design i del në ndihmë blendinës dhe ndihmon të bën përzgjedhjen e derës së duhur në hymje të apartamentit. Dera e përzgjedhur është e blinduar dhe është derë e prodhimit gjerman. Është një teknologji të lartë dhe përpos që ofron siguri të lartë, është edhe shumë elegante. Edhe kjo punë mbaroi.
Dyshemet në haba janë të larmishme dhe secila ka një dizajn të përkryer. Parketi klik i lamiluar me shtresë nga druri i bungut shtrihet mbi shtresën termoizoluese dhe montohet shumë shpejt. Mirë, mbaruan shumica e punëve dhe vazhdimin do ta përcjellim pas shkëputjes për marketing. Mos u largoni, kthehemi pas pak. Kleiner Aufwand und große Wirkung. Alpina, die Farbexperten. Jetoj me kryevepra. Bavaria. Këneta, përfaqësues ekskluziv për Makita. Këneta, për mjeshtërit e vërtet. Argine! Wow! Genie. Marles, kompani lider në ofrimin e produkteve inovative të drurit nga brendit më të njohura evropiane. Zgjedhja ime, Marles. Dita e re fillon me ne, në kuzhinat Bizaro. Shtëpitë e bukura fillojnë me dyer të bukura. Dyer me stil dhe dizajn modern, të qëndrueshme dhe funksionale. Dyer për një jetë të qetë të prodhimit gjerman. Mirë se vini në botën tonë të dyerve. Astra Design, dyer gjermane. The art of perfection. Effect surfaces. Proven quality for walls and ceilings by Knauf. Keni nevojë të zhvendoseni? Rilokimi është zgjidhja juaj. Kompani profesionale për zhvendosjen e inventarit të zyreve dhe apartamenteve. Rilokimi me staf profesional dhe pajisje cilësore kryen shërbime në tërë Kosovën dhe rajon. Çmime të voljetshme, punë profesionale të sigurtë dhe të shpejtë, sepse koha juaj është e çmuar. Rilokohu si zotëni. Gleti ka mbaruar. Tani vazhdojmë para përgatitjen e mureve për ngjyrat e Alpinës pas tharjes së bazës.
Jemi në Bavaria për të bërë përzgjedhjen e ngjyrave të Alpinës për në korridor. Ngjyra këto që ka një lualitet jashtëzakonisht të lartë. Pjesët e saj do të përcjellin një ngjyrë të njëjtë të sallonit sepse është i hapur dhe nuk ka derë. Kështu do ta zmadhon edhe më shumë hapësirën. Jemi në Bizarro, shtëpinë e mobileve më moderne dhe me punë shumë të sofistikuar. Dhe si gjithherë, mërgimi na vjen në ndihmë me disponimin e tij gjithmonë të mirë e të dashur për klient. Ky është i materiali e Egjerit. Po. Egjer është firma austriake që e ka përfaqësinë në Kosovë. Sot është shumë e rëndësi materialet me qenë ekologjike. Shumë, është primare. Bile tash është një standard që e kanë që përdoret në Evropë kur thuhet eco-label. Do thonë, pa e pas materialin eco-label nuk mundesh me kur gjo me eksportu në Evropë. Për atë arsye, Egjeria ka eco-label, jo në disa materiale tjera në Kosovë, cilat e kanë poshtë eco-label, për jo të gjitha. Kurse Bizarro punon vetëm me material ekologjik.
Po bëjmë porosinë e garderobave në korridor edhe të një pjese të kamuflimit të bojlerit me dollape. Nuk ideja i kujtohet masa e madhe e popullatës i ikin Ivericës. Mendojnë që është Iverica e viteve 70-ta. E viteve 80-ta. Se kur ja u përmend Ivericën rënqetën, me njerë, jo, nuk du. Nuk është moja Ivericë që ka qenë. Pse? Tash Iverica është me folje 3D, materiali nuk është mrenda çfarë ka qenë përpara, edhe kambrime e qenë edhe çak ekologjike. Këtu, kur porositet puna, kryet gjithçka në kohë me shumë përgjegjësi dhe profesionalizëm. Vizitojmë kompaninë Eger të njemi për së afërmi me materialin me të cilin do të punohet garderoba. Atëherë këtu i kemi të ekspozume kryesisht pllakat e melaminës. Këto do të thonë janë pllakat të zdrukthit, të punuar me copca zdrukthi, që kjo është pamja përfundimtare e saj. Kjo për shembull është një strukturë 36, domethënë është ka relief. Po, ka pak vrasësi. Për ndryshe, çdo dekor, çdo pllakë prodhuar atje ka edhe shiritin e vet përkatës me pa të njëjtin dekor. Domethënë nëse vjen e blen një pllakë në Eger e ki automatikisht shiritin e vet me të pa të njëjtin dekor. Gjithashtu do të njoftohemi edhe me mekanizmat Blum te kompania Mulp në Fushë Kosovë. Dhe Bizaro erdhi. Ju thash se janë të shpejtë. Shkërzeni dhe Muhameti punojnë shpejt dhe me shumë delikatesë. Përpos punës së mirë që bëjnë, janë edhe të mrekullueshëm. Ka një energji shumë pozitive dhe është kënaqësi të punosh me punëtor kaq të mirë e pedant siç i ka kompania Bizaro.
Puna po mbaron dhe vazhdojmë tutje me tullat. Shkojmë të vizitojmë kompaninë tullat.com në Mitrovic të bëjmë përzgjedhjen e dizajnit. Kemi 2 lloje të dizajnit të cilat do t'i kombinojmë në korridor. Përzgjedhja u bë dhe filloj me montimin. Jemi në Adria 7, aty ku gjen zgjidhje të panumërta për me zdrit shtëpinë. Arianin e kemi gjithmonë aty për të na ndihmu në zgjedhjen e duhur. Derisa Argenti dhe Naimi nga kompania Elektroinstal Bashkimi na mundsojnë montimin e ndriçimit. Ndriçimi i mirë ka peshën e vet. Përzgjedhja e ndriçimit me spot përpos dizajnit të bukur mundson që të fokusohet drita aty ku kemi më së shumti nevojë.
Dhe shkojmë të Kreativ Keramika, aty ku ambienti na frymëzon të bëhemi më kreativ. Përzgjedhja e pllakave për dysheme në banjo dhe tek hyrja është pak delikate, por këtu në ndihmë na vije Dugagjini. Po fillojmë basi jemi këtu, po fillojmë edhe prej këtij programi që ka ardhur Majriu në Kreativ Keramika. Është seria Buildtech Thiret, është prej serive më të mëdha të kompanisë ose prodhuesit lider botror që quhet Florim. Është i ka 3 sipërfaqe, domethënë ka si granit, e cila përmban shkëlqimin, matin edhe të vrazhdën. Tjetër çka kemi para pa për projektin e juaj janë edhe dimensioni 60-60, i cili është një dimension që jep komoditet për investuesin ose për klientin për montimin e tyre. Ajo çka kemi propozuar është 60-60 në formë të betonit. Njëra prej tyre është kjo. Thiret Atrium TAUP, është prodhim spanjoll, është një pllak 60-60. Dhe kompania Keramika e Frizajt pa pritesë fillojnë punën me montimin e pllakave të keramikës të përzgjedhura më herët tek kompania Kreativi. Sa herë që kemi punë me montimin e pllakave, kjo kompani na del në ndihmë dhe na siguron se gjithçka do të montohet mirë dhe ashtu siç është parashiku në dizajn. Shkojmë për herë të parë te kompania Front dhe do ju ndihmojmë të njiheni për së afërmi me produktet e saj. Ja vlen ta përcjellim. Siç në pjesën e eksterierit jemi të fokusuar në fasadat ventiluara. Do të thonë kemi disa lloje të sistemeve të fasadave të ventiluara, të cilat ne ofrojmë. Edhe në sektorin e interierit jemi të fokusuar në shtytjen e disa materialeve të cilat janë kryesisht kompakt panele për aplikim të interierit, ku përdoren në kuzhina, në tavolinat e restoraneve, kafeterive, tavolinat shtëpive. Gjithashtu ndamje të hapësirave për banja, për hapësirat zyrave, në rregullim të furniturave të ndryshme për shumë lloje të aplikime, të cilat në ndërkohë do i shohim edhe detajet në vazhdim. Unë nuk e ceka një informacion që ne jemi përfaqësues ekskluziv të firmës austriake Fundermax, përfaqësojmë për tregun e Kosovës dhe Shqipërisë. Edhe ne kryesisht kur flasim për kompakt panele i kemi të brendit Fundermax, që në cilësisë shumë të lartë. Materiali si material është materiali i cili është i qëndrueshëm në lagështi, thonë është rezistent ndaj ujit, është rezistent ndaj nxehtësisë, është rezistent në gërvishje, normalisht deri në një masë saktuar kur nuk dëmtohet qëllimisht.
Edhe është material i cili ka jetëgjatësi shumë gjatë. Do të thotë krahasohet tek pjesa e kuzhinës me materialet gurore, të cilat janë të qëndrueshme, edhe për atë arsye edhe preferohet edhe kanë filluar me kërku njerëz. Por është edhe pjesa tjetër, është ana e çmimit që është një material, një zgjidhje e levërdishme për çdo kë. Do të thotë krahasuar me materialet si kuarci apo gurore që janë shumë të shtrejta, kjo i ka karakteristikat paka shumë të njëjta, qëndrueshmërinë e ka të njëjtë dhe kosto e kësaj është shumë më e ulët. Në këtë rast kemi ardhur për me pa më mundu me bo një zgjidhje për banjë. Kjo realizohet lehtë normalisht, preferohet mu përdor plak më e trashë se zakonisht, ne kemi standard 10 mm, preferohet 13 mm me përdor. I kemi edhe aksesor të lidhës, që bëhet lidhja e plakës me plakë, të me thëmë. Aksesor të lidhës i kemi, por për shembull të bagdham të hapjes është pak më problematike, është zgjedhja e limituar është. Pak paneli si material është material që vepron, më thonë gjatë temperaturave ekstreme, gjatë lagështisë. Më thonë kërkon një hapësirë për qarkullim të ajrit, edhe në parim kur bëhet ngjitja me silikon do të vënohet një distancer prej spaku 1.5 mm deri në 2 mm. Që është një veçanti e kompakt panelit është që pjesa e bazës materialit është e zezë normalisht, ka edhe të barë si kur këtë avelina që e kemi, por është material më ekskluziv, më i shtrejt e barë. Ndërsa kjo e zeza standard dhe kjo vetëm përpunohet, frezohet ose mund të edhe të polirohet, por nuk mbyllet si kur i ver plakat që mbyllen ma ABS plak. Do me thonë, ngjilet është karakteristik që e dallon. Normalisht i furnizojmë, i suportojmë teknikisht kompanitë të cilat merren me përpunime final. Ne kemi komplet edhe infrastrukturën teknike, ne kemi edhe një repart përpunimit ku kryjmë shërbime preme, përpunime CNC, kemi edhe makinerinë e kapjes lidhëseve, do me thonë që është specializuar për këtë. Kështu që ato i kemi shërbim të klientave tonë që thash që janë punëtori, firma të interierit, por që në këtë rast do shfryzojmë edhe për do shfryzoni edhe ju për... Faleminderit shumë. Edhe për përjashtimin që ke I llogarisim partner, normalisht. Atëherë, kam mbet vetëm me bo një përzgjedhje të materialeve dhe me i pa për sa... Po, patjetër. Dhe besoj se ju ka marrë malli për Imranin nga kompania New Name, i cili ka qenë pjesë e emisionit Beso në mua. Kësaj radhe në ndihmë na vije Imrani për montimin e rafteve të përgatitura tek kompania Front. Hergjini është gjithmonë këtu sa herë që kemi nevojë për të bërë përzgjedhjen e tepijut dhe perdeve, por kësaj radhe kemi ardhur vetëm për tepi.
Kompania Laçi ka përgatitur gardhin shtesë të nevojshëm tek pjesa e balkonit, e cila tani është inkuadruar në pjesën e qëndrimit ditor. Është një punim shumë elegant dhe i përkryer. Jemi tek Astra Design, e ku tjetër, për të bë përzgjedhjen e derës së banjës. Ideja është për këtë derën, kam mendu që i përgjigjet vendit në banesën në projektin ku jeni, po. Është derë e bardhë, ngjyrë e pranueshme për sy elegante, rën shumë mirë, e ka dhe kvalitetin që i përgjigjet banjës. Sistemi i mbrëmshëm është edhe me izolim zonët, pjesa jashtme është e CPL-it. CPL do të thotë është me përmbajtje të laminatit që nuk e thith lagështinë dhe rezistencë ngritje të lehta. Shumë mirë, po pëlqen. Edhe pse është e Bidryqimi i adaptuar në vend dhe del perfekt. Edhe në dizajn do të thënë kemi kombinuar me banja është me pllaka të mbyllta, të errta, të kafta, edhe kombinim ka bardhë. Atëherë shka ngjyra e bardhë, po. E bardha mundet me shku edhe pak me hapsinën, mos me dhënë shumë. Po. Atëherë le të mbejtet kjo dera, po? Mbejtet kjo. Edhe tamam me paska vendi për ndryshim. Po, del bukur, del bukur. Dhe prapë në ndihmë na vije kompania Astra Design. Bëhet hapja në derën e banjës ku vendoset grili për ajrosjen në banjo. Ajrosja e banjës është e domosdoshme, nëse dëshironi që të evitoni lagështinë dhe mykun. Atëherë duhet përcjell formën e mirë të ajrosjes së banjës. Ajrosja mund të bëhet në formë të natyrshme në 3 forma, nëpërmes hapjes së vrimës me grila në derë, shkurtimit të derës apo hapjes së ndonjë dritareje në banjo, e cila nganjëherë nuk është edhe sigurt se funksionon gjithherë kur është ftohtë. Kjo formë ajrosjes mundson që ajri të depërtoj natyrshëm në hapësirë e të qarkulloj jashtë nëpërmes kanalit të ventilimit. Pas përfundimit të punëve, është Green Steam ajo që finalizon punën dhe sjell pastërtim. Me forcën e koncentruar të avullit vepron me precizitet të lartë. Avulli me presion të lartë ka fuqinë e largimit të mikroorganizmave, bakterieve dhe aromave të pakëndshme, prandaj Green Steam është unike dhe t'i kalon pritjet tona.
Ju falenderojmë që na keni përcjellur hap pas hapi. Urojmë të keni kalu qaste të mira me ne. Ju presim të dielën mbrëma në të njëjtën kohë. Beso në mua. Kleiner Aufwand und große Wirkung. Alpina, die Farbexperten. Jetoj me kryevepra. Bavaria. Këneta, përfaqësues ekskluziv për Makita. Këneta, për mjeshtërit e vërtet. Ergjini. Wow. Genie. Marles, kompani lider në ofrimin e produkteve inovative të drurit nga brendit më të njohura evropiane. Zgjedhja ime, Marles. Dita e re fillon me ne në kuzhinat Bizaro. Shtëpitë e bukura fillojnë me dyer të bukura. Dyer me stil dhe dizajn modern, të qëndrueshme dhe funksionale. Dyer për një jetë të qetë të prodhimit gjerman. Mirë se vini në botën tonë të dyerve. Astra Design, dyer gjermane. The art of perfection. Effect surfaces. Proven quality for walls and ceilings by Knauf. Keni nevojë të zhvendoseni? Rilokimi është zgjidhja juaj. Kompani profesionale për zhvendosjen e inventarit të zyreve dhe apartamenteve. Rilokimi me staf profesional dhe pajisje cilësore kryen shërbime në tërë Kosovën dhe rajon. Çmime të volitshme, punë profesionale të sigurtë dhe të shpejtë, sepse koha juaj është e çmuar. Rilokohu si zotëni.